Ka shumë njerëz që kanë frikë akoma dhe të dalin nga shtëpia. Kanë frikë se mos i ndodhi diçka. Kanë frikë nga njerëzit. Kanë frikë se mos kthehen natën vonë dhe do t'i kapi dikush, do t'i vjedhi. Kanë frikë se nuk do t'a kapërzej diçka. Frikë nga gjithçka. Në radhë të parë dua të prezantoj që mund të marrësh librin Simboli mrekullive të punosh të paktën me 83 frika kryesore që kanë njerëzit, dhe mos haro që frika më e madhe që ke është brenda teje. Dhe di shumë mirë që janë travmat që ke në shpirt dhe ndaj ke frikë. Dhe mund të punosh me të. Po derisa të arrish ajo, dëgjoj deri në fund videon dhe do t'jap një ushtrim të vogël që mund ta përsëritësh sa herë të duash në jetë, me siguri të plotë. Unë merita të thuaj emrin tënd. Kam Zotin përpara dhe nga mbrapa tokën mem që më mbështet dhe unë jam në mes. Dhe ndëroje sikur ti ke Zotin përpara, atë që ti e shikon për Zot, dhe tokën mem që të mbështet nga mbrapa dhe ti e në mes. Dhe provoje sa herë që të kap dhe një frikë për një ushtrim shumë të vogël, po shumë të fuqishëm, që të shikosh që do kesh rezultate. Dhe ngriu dhe mos rri më në pasivitet, por ngriu vepro. Për më tepër ushtrime, më ndiq këtu në TikTok, në Facebook, në Instagram, në Telegram, më shkruaj në YouTube. Shpërndaj këto video dhe me njerëz të tjerë, sepse kur ndihmojmë të tjerët kemi ndihmuar dhe veten tonë, sepse ne jemi të gjithë një. Gjithashtu, sot është rasti që mund të vish, arrin akoma deri në orën 8 në darkë, që të bësh pagesën dhe të vish në Zoom për të punuar pasivitetin, tradhëtinë, pasigurinë shpirtërore, pasigurinë financiare, të gjitha ato që ty të shqetësojnë. Ju ftoj të gjithë së bashku të punojmë, sepse ne jemi vërtet ajo oqeani, që sikur nga ne është ajo pika e ujit që ka bërë oqeanin. Ju përshëndes.